Në një kohë kur komisioni i posaçëm i ngritur nga Ministria e Brendshme pritet të nisë intervistimet me 14 kandidatët për kreun e Policisë së Shtetit, kryeministri Edi Rama ka thirrur në një takim ministrat Besford Lamallari, Ervin Demo dhe Toni Gogu, si dhe zëvendës ministrat e Brendshëm Anisa Ruseti, Xhemal Qefalia dhe Silva Caka. Gjithashtu i pranishëm është edhe Sokol Bishga, drejtuesi i komanduar i policisë. Burimet bëjnë me dije se në këtë takim, të thirrur nga kryeministri, po diskutohet lidhur me drejtorin e ri të Policisë së Shtetit, ndërsa duket se po jepen udhëzimet e fundit lidhur me përzgjedhjen, por edhe me çështjen e adresave, e prekur më herët nga Rama dhe që ka kërkuar të zgjidhet me një bashkëpunim mes Ministrisë së Brendshme dhe asaj për pushtetin vendor. Por çështja më sensitive mbetet ajo e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit, fakti që një nga të pranishmit në takimin me Ramën është edhe pjesë e komisionit të posaçëm, e përforcon idenë që qarkullon prej ditësh se konkursi për drejtorin e përgjithshëm të policisë do të kalojë nga zyra e kryeministrit. Konkursi u çel menjëherë pas largimit të Ilir Prodës nga posti i kryepolicit, ndërsa si shkak u shfrytëzua mungesa e masave të sigurisë në ish vilën e ish diktatorit Enver Hoxha, gjatë një proteste të opozitës. Komisioni i posaçëm në Ministrinë e Brendshme përbëhet nga zëvendës ministre e Brendshme Silva Caka, sekretarja e përgjithshme e Ministrisë së Brendshme Kledi Angjela dhe kreu i AMP Eduard Merkaj. Ata do të vlerësojnë kandidatët e paraqitur dhe më pas do të bëhet edhe renditja me pikë për secilin prej tyre, bazuar në aftësi drejtuese, eksperiencën, vlerësimet e mëparshme në rolet që kanë patur, por edhe në ato se çfarë do të ofrojnë në pozicionin e drejtimit nëse shpallen fitues. Nga gara u skualifikuan pas një verifikimi para prag 2 kandidate, Suela Sulkaj dhe Jona Gurbardhi, të cilat nuk kanë qenë më parë pjesë e strukturave të Policisë së Shtetit. Procesi i përzgjedhjes së emrit që do të paraqitet për miratim në kryeministri nuk zgjat më shumë se 48 orë, çka do të thotë se nëse intervistimet mbyllet ditën e sotme, atëherë brenda së njëjtës ministri i Brendshëm Besford Lamallari përcjell emrin e kandidatit më potencial. Gjithçka ka të bëjë në këtë fazë finale me atë se pavarësisht vlerësimit që mund të bëjë komisioni, emri që do të përcjellet për miratim do të përzidhet nga ministri i Brendshëm, që më pas e propozon si kandidaturë. Aktualisht Policia e Shtetit drejtohet nga i komanduari Sokol Bishga, që mban funksionet e zëvendës drejtorit të përgjithshëm. Në garën për kreun e ri të Policisë së Shtetit janë përfshirë disa nga drejtorët e Policisë së Qarqeve, por edhe një prej zëvendës drejtorëve, Neritan Albati, po kështu Rebani Jaupi, Sajmir Boshnjaku, Skënder Hita dhe Tonin Vocaj janë disa nga emrat e tjerë me eksperiencë që garojnë për postin e drejtorit të përgjithshëm të Policisë së Shtetit dhe që më parë kanë mbajtur funksione drejtuese dhe kanë synuar këtë pozicion. Ajo që tërheq vëmendjen është se në vitet e fundit asnjë prej drejtorëve të përgjithshëm të Policisë së Shtetit nuk ka mundur të përmbyll mandatin e plot 3 vjeçar, sikundër parashikon ligji. Gledis Nano u shkarkua nga detyra pak muaj pasi mori emrimin, ndërsa më parë ishte pjesë e ekipit drejtues të antiterrorit. Ilir Prodaj, që e zëvendësoi në këtë detyrë, u shkarkua gjithashtu nga kryeministri pa përmbyllur mandatin.